Gjatë kësaj kohe, Skënderbeu I kishte dhënë të nipit Aratin. Ai kishte urdhëruar të mos e vrisnin, dhe kur e pa se ja mbathi, I lëshoi nga prapa një kalorët dhe zurit e gjallë. Kështu, pas fitores që arriti atje, po vraponte tani në kampin e Pashës, pothuaj me 1000 këmbësor dhe më pak kalorës, sepse të tjerët po e vazhdonin fitoren e filluar edhe pas aratisë së armiqve. Por edhe atje, me 2 fek që zbrazin mbi të Mojsiu, ishte dërmuar gjithë fuqia e kampit, dhe komandanti ua kishte mbathur bashkë me gjithë të tjerë, këmbësorët që qenë atje, përveç kush mundi të ikte më për atë fortunë. Duke që qenë atje, I hipur kalit të vet, apo të tjetrit kujt, rënë të gjithë në dorë të tyre, të vrarë dhe të gjallë. Skënderbeu si u ndaj gjekundi Pashës, po e ndoqi këmba këmbës, derisa I arriti në një vend të sigurt e kalin e shpejt, që shpëtoi me të vërtet të zonës. Gjithë këtë u kapën shumë, e shok që e shoqëronin atë. Ikje, ndër të tjera edhe një sanxhak, cili quhej Meshit. Gjithashtu, edhe Dibrani me të tjerë, derisa e patën mundësinë për t'i ngrirë, dhe dërmuar nga prapa, s'menduan kur për plaçk. Mizeria e turmave, në ecje të lodhur dhe të liguar, po dorëzoheshin kudo vetë, por t'u lënë. Kështu u luftua për një kohë të gjatë, derisa bashkë me armikun, iku pothuaj edhe vetë dita, duke lënë fitimtarët. As lodhja shumë e madhe, as errësira që po vinte me vrap, si ndalën duart e ushtarëve nga shpërblimet e zakonshme të mundit e të fitores. Plaçkitën ngufomat që ende përpoliteshin, dhe shumë, cilive gjaku që u kishte mbetur akoma, po ambante shpirtin e urryer, u vran dhe atëherë. U zun 20 flamur ushtarak, dhe një madhësie dhe bukurie të veçantë, 1500 njerëz të gjallë, kurse plaçka e kuajve dhe e gjërave të tjera, që e pabesueshme. Për numrin e të vrarëve, jepen njoftime të ndryshme. Ata që janë për më shumë, thonë se u vran 30.000, ata që janë për më pak, mendojnë 20.000. Për ta në tregojnë se mbetën vetëm 6.000. Dhe 60 u vran, apo edhe më pak. Me një çmim aq të vogël, u arrit një fitore aq e madhe. Shumë çadra u gjetën të ngritura, të cilët su luajtën nga vendi atë natë, por u lanë kudo për fitimtarët, për qëllim që ata të mbronin, me tonga I qielli I natës, trupin e lodhur e të lagur prej djersës, përzirë me gjak dhe që ta festonin atje atë farë gëzimi, duke ndezur rreth e qark zjarri. Çadrën e Pashës e mbante tani Skënderbeu dhe me punët e njerëzve. Në fund të tjerët të gaditur, po me atë qëllim, I zotëronin të tjerët. Në fush, shumë vende gjenin sofra të shtruara dhe ushqime të shpërndara për të 4 anët, saqë s'dinin ç'ti bënin. Që andej mund t'i besohet lehtë fjalës së urtë të vjetër, që nga goja e kafshatës janë si të themi 1000 hapa. Huajt më të shumë t'u gjetën, të shiluar e me fren në gojë, e po vështronin pa ditur gjë, sigur ta prisnin që t'u hiptet të zonë, që kishin të vrarë, aty ndër sy e mund